Sot po flasim për një përplasje që po bëhet gjithnjë më e dukshme mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Edhe pse në fillim ndihmuan njëri tjetrin për të ardhur në pushtet, njëri kryeministër e tjetri president, e tash së fundmi interesat e tyre duket se kanë filluar të përplasen. Jo rallëherë po bien ndesh. Ka pasur disa raste kur presidentja dhe kryeministri nuk janë pajtuar, e për shumë prej tyre ka raportuar edhe insajdere. Por sot po ndalemi vetëm tek rasti i fundit, ku nga Turqia Vjosa Osmani e ka kritikuar ashpër qeverinë e Kurtit. Gjatë pjesëmarrjes në forumin diplomatik në Antali, ajo foli për propozimin e saj për heqjen e taksës prej 10% ndaj produkteve amerikane. Nëpërmjet një media kosovare, ajo i dërgoi një mesazh të qartë Kurtit, duke thënë se qeveria e ka refuzuar propozimin e saj, pra heqjen e taksës prej 10% ndaj produkteve amerikane. E ndërkohë, siç u shpreh ajo, kjo e njëjta qeveri ka lënë zero tarifa ndaj Serbisë, gjë që ajo quan një turp të madh. Fjalët e saj ishin të drejtë për drejta. Kjo nuk ka të bëjë me çështje fiskale. Kjo ka të bëjë me aleancë strategjike. Sot, në prill të 2025-s, Kosova ka zero tarifa ndaj Serbisë, ndërsa i ka vendosur taks aleatit të saj më të rëndësishëm, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për mua kjo është turp. Nuk ka turp më të madh. E zhgënyer me qasjen e qeverisë, Vjosa Osmani shtoi me ironi: "Unë nuk jam presidente e Serbisë, jam presidente e Kosovës", duke lënë të kuptohet që nuk pretendonte që veprimi i saj të injorohej nga ana e qeverisë Kurti. Me 3 prill, ajo i kërkoi zyrtarisht Kurtit ta pezullojë taksën ndaj SBA-s, duke potencuar se një veprim i tillë do të tregonte për kushtimin e Kosovës ndaj ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme me aleatin pra më të rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E në shikim të parë, duke u bazuar edhe tek reagimi, kjo kërkesë nuk u prit mirë nga qeveria Kurti. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati e quajti kërkesën e nxituar, duke thënë se çështje të tilla nuk duhen diskutuar nëpërmjet rrjeteve sociale, pra të qëndrojnë larg syrit të mediave dhe rrjeteve sociale. Ai madje theksoi edhe aspektin teknik, pra u mor me çështje teknike, se kur ka shkuar emaili tek qeveria dhe kur është publikuar në platformën X. Në fund, Murati tha se qeveria është duke shqyrtuar këtë çështje dhe se publiku do të njoftohet sapo të merret një vendim. E sot, kur kanë kaluar mbi 10 ditë që qeveria pas ka qenë duke shqyrtuar këtë vendim, asnjë përgjigje zyrtare nuk e kemi pranuar. Po sipas jush, kush ka të drejtë? A duhet hiqet kjo taksë ose jo? Ka të drejtë më shumë Vjosa apo Albini?